Një rrjet i organizuar prostitucioni është goditur nga policia e Durrësit pas një operacioni të mirë koordinuar në lagjen numër 13 të plazhit, ku një vilë dykatëshe ishte përshtatur si qendër aktiviteti të paligjshëm. Në pranga kanë përfunduar 4 shtetase kineze, mes tyre dhe një nga organizatorët kryesor të këtij rrjeti, ndërsa në kërkim është shpallur një shtetase britanike 46 vjeçe, e dyshuar si bashk organizatore dhe financuese e kësaj veprimtarie. Sipas informacioneve zyrtare të policisë, vila ishte marrë me qira nga shtetësia britanike, e cila më pas kishte bashkëpunuar me një tjetër shtetëse kineze për ta përshtatur ambientin si vend ku ushtrohej prostitucioni. Gjatë kontrollit të ushtruar në objekt, u sekuestruan si prova materiale 6 pasaporta të shtetasve kineze, shuma të konsiderueshme parash në euro dhe dollar amerikan, disa karta bankare si dhe karta telefoni, që dyshohet se përdoreshin për kontakte me klientët. Pjesë e këtij rrjeti ishin edhe 10 persona të tjerë që po procedohen penalisht në gjendje të lirë, 2 prej tyre shtetase kineze dhe 8 shtetas shqiptar, të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në mbështetjen logjistike dhe rekrutimin e klientëve. Të gjithë akuzohen për veprën penale prostitucioni, ndërsa ndaj shtetases britanike është lëshuar urdhër kërkimi për akuzën për shtatje ambienteve për ushtrim prostitucioni. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se aktiviteti kishte lidhje me rrjete të tjera të organizuara jashtë territorit të Shqipërisë, ku dyshohet se kontrolli dhe drejtimi i veprimtarisë bëhej nëpërmjet një call centeri që ndodhej jashtë vendit. Hetimet e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës janë në vijim dhe nuk përjashtohet mundësia që në ditët në vazhdim të ketë arrestime të tjera për shkak të shtrirjes së gjerë të rrjetit dhe përfshirjes së elementeve ndërkombëtar. Autoritetet po bashkëpunojnë me partnerët ndërkombëtar për të identifikuar të gjithë personat të përfshirë dhe për të çmontuar rrjetin në tërësi.